Një ditë, Omeri krejt menden e ka da, me shku tek pejgamberi dhe me vra, tu i shku rrugës takon me të madhin Naim. Ai prej fytyrës Ymerit ban dyshim, e ka pyete ai ku po shkon kështu or Ymer. Ymeri tha shkoj me vra atë pejgamber që don me përmbys Hybela të Yza, të shofi tashti si kryt ka me jada. Naimi tha vështro njerëzit tu një herë, mas andaj shkoti i vrit atë pejgamber. Ty ka hy Islami deri më votër, kanë pranuar fen yt dhëndër dhe yt motër. Atëherë Ymeri të erdhi natin fyt, tani kanë përshku ata me i myt. Madgjin shkoj drejt shtëpi dhëndrit vet, dhe ata të i këndu Kur'an i gjet. Kur ka hy Ymeri brenda si i torbu, ju ka thënë atyne çfarë që të i këndu, kallëzoni tha se vallahi do t'ju gri, ata të shkrejt për i trishtimit aty kanë ngri. Ymeri ka zanë dhëndrin grushta mira, ka ndërhy ndërmjet e motra për me nda, ashtu një grush hundës asaj i qëlloj, prej hundësh e prej dhamësh gjaku i vërshoj. Kur e pa Ymeri motrën la me gjak, ju dhym sa jo, ju zbut zemra pak. Ajo i thot, o Ymer, çka dush t'i ban, se na shqyqyr Zotit u ba musliman, por ki frik Zotin se ka për të ba azab, dynja dhe në ahiret ka mu ba harab. Atëherë Ymeri shamatën e ka pra, po më tregoni pra çfarë që tu i ba, kallëzoni dhe mu atë shenjtin Kur'an, dhe ata surën që kanë këndu, në dorë ja kanë dhanë. Atë sure Ymeri kur e ka këndu, matë qas mendimin e vetë e ka ndryshu. Dash e pa dash, rajin shahadet me goj, dhe se ku ashtë pejgamberi kërkoj. Ata i thanë, a i në shpi të arkamit, dhe me shku atje Ymeri është ngrit. Kur ka mbri të porta, sahabet e kanë pa. Kanë thanë, Ymeri po vjen do i sherrë me ba. Hamza i tha mirë se vjen nëse vjen si mik, për ndryshja he kokën vetë më dekik. Mirë po Resuli vetë ati para i ka dal, e ka rok prej krahit u i thanë këtë fjalë. Ki frik Zotin, pse ka artu i ka thanë, Ymeri tha kam ardhë për me pru iman. Ato fjalë kër i ndëgjoj ai pejgamber, me zat nal gërthiti Allahu Ekber, dhe sahabët murën tekbir me za, malet prej tekbirit ulërim kanë ba. Pastaj i thot Ymeri, pse s'kini dal, me shkun qabe Zotit me ju fal, i mur të tan i qojnë harem, prej se do të vritshin as pak sutrem, të gjithë bashku shkun kur kush unë ngau, se qyfarët a dit një fryk i përlau. Islami Omerit radiallahu anhu ishte siguri, garanci, guxim, trimëri, kryelartësi, për çfarë? Për 1, 2, 3, 4, 5 persona, për të gjithë sahabët e pejgamberit sallallahu dhe për vetë pejgamberin sallallahu. Ma zilna a'izzatan mundu aslama Umar, thot Abdullah ibn Mas'udi, si transmeton Buhariu radiallahu anhu, vazhduam të jemi krenar dhe të guximshëm dhe trima, me fjalë, që në momentin që Omeri radiallahu anhu e pranoi Islamin.